keni parasysh shtresat më të varfër të shoqërisë, të cilat punojnë në punë të vështira, janë lënë pa mbrojtje ligjore për shkak se e hupin një beneficiant të vogël të cilën e kanë prej shtetit. Arsyeja pse punëtorët nuk e ngrisin zonën nuk është pse s'kan ku me raportu, po për shkak se janë të detyruar me duru presionin, për shkak se kemi varfëri, kemi mungesë të punësimit, ata janë të obliguar me shujtë dhe mos me vazhdu me raportu situatat kur ata janë në kushte të këqija të punës. E dyta, ata nuk me raportu për shkak se nuk e kanë një mundësi dytë me gjetë një punë tjetër. Pra, kjo është shumë e rëndësishme aspekti social i trajtimit të punës. Në anën tjetër, na vazhdojmë me raportu që kemi një numër ende të madh të njerëzve që punojnë pa një akt formal, pra pa një kontratë pune, dhe kjo është problematike. Zëvendës ministri përmeni elementin që është obliguar të këja që 24 orë përpara dhe kjo ka ndiku në rritjen e numrit me kontrata. Kjo nënkupton që asnjë punëdhënës nuk mundet me thonë e kam punëtorin praktikant punë kur shkon inspektori mi agjet. Pra, është një ndikim, një element shumë i rëndësishëm për shkak se është abuzuar me këtë punë. Mirë, po kjo prap na lën një numër të njerëzve që punojnë pa kontrata të punës. Pse? Janë dy faktorë. Pra, një numër i madh i njerëzve punojnë pa kontrata të punës për shkak se hupin beneficione, të cilat që vijnë prej shtetit. Pra, e hupin mirësinë sociale ose ndihmat sociale, edhe e hupin pensionin e veteranëve ose ndaj pension invalidor të cilën e kanë. Keni parasysh shtresat më të varfër të shoqërisë, të cilat punojnë në punë të vështira, janë lënë pa mbrojtje ligjore për shkak se e hupin një beneficiant të vogël të cilën e kanë prej shtetit. Pra, ata nuk kanë mundësi me marrë. A jetë më thorve që vetë punëtorin nuk e don kontratën? Po nuk mundet me e dashtë, sepse nëse je merë ndihmë sociale dhe varesh prej aty në 150 euro sa ndihma sociale dhe ti ki mundësi me dalë një dill ose një të shtune, je mirë me shnetë dhe me dalë të tregu i punëtorëve që na i thojmë të gjykata e Prishtinës atje, të ish gjykata e Prishtinës, dhe ti nëse lyp kontratë për ato 50 euro cilat i merë. Momentin që i merë, ti del për skemës sociale. Dhe kjo është problematike. Pra, as elementi tjetër është po ashtu një pjesë e ish veteranëve të UÇK-s, për me mri me marrë pensionin, vazhdojnë me punu pa kontratat punës.